e ditës së gjykimit. Në historinë e njerëzimit, dashuria është përkufizuar në mijëra mënyra. Kemi dëgjuar për nëna që sakrifikojnë jetën për fëmijët e tyre, për miq që japin gjithçka për njëri tjetrin. Por ekziston një dashuri që thyen çdo kufi të imagjinatës njerëzore. Një dashuri që ka përcen shekujt, që nuk njeh kohë dhe që shtrihet përtej kësaj bote, deri në kufijtë e amshimit. Është dashuria e një njeriu i cili nuk na pa kurrë me sytë e tij, por që qau për ne 14 shekuj më parë. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të. Ndërsa çdo profet tjetër mori nga Zoti i gjithësisë një dhuratë të jashtëzakonshme, një dua, një lutje që pranohej pa asnjë dyshim në këtë botë, ai bëri diçka që askush tjetër nuk e bëri. Ai refuzoi ta përdorte atë këtu. Ai e mori atë lutje të artë dhe e fshehu në sirtarin e amshimit. Pse e bëri këtë? Çfarë është kjo dua e jashtëzakonshme dhe pse ajo po na pret në ditën më të tmerrshme të historisë njerëzore? Nga mëshira e tij e pafundme, Allahu i madhëruar i pajisi të gjithë të dërguarit e tij me një privilegj unik. Çdo profet kishte të drejtën e një lutjeje të garantuar. Dave mustajabe. Një dua që në çfarëdo momenti që ta bënin, qielli do t'i përgjigjej menjëherë, duke ndryshuar rrjedhën e historisë. Profetët e kaluar e përdorën këtë dhuratë në këtë botë, secili sipas nevojës dhe sprovës së tij. Profeti Nuh alayhis salam e përdori atë kundër popullit të tij që refuzoi besimin për qindra vite, duke kërkuar përmbytjen e tokës. Profeti Sulejman alayhis salam e përdori për të kërkuar një mbretëri që askush pas tij nuk do ta kishte. Të tjerë kërkuan dënimin e tiranëve apo shpëtimin e menjëhershëm nga fatkeqësitë. Por kur erdhi radha e Muhamedit alayhis salam, njeriu që kaloi sprovat më të rënda, që u gruzua në Taif, që u përgjak në Uhud, që pa fëmijët e tij të ndërronin jetë para syve të tij dhe që përjetoi urinë e skajshme, ai nuk e përdori atë. Ai mund të kërkonte shkatrimin e armiqve të tij me një fjalë të vetme, por nuk e bëri. Në një hadith të transmetuar në Sahihun e Buhariut dhe Muslimit, vetë profeti alayhis salam na zbulon këtë sekret të madh shpirtëror. Çdo profet ka pasur një dua të pranuar me të cilën u lut në këtë botë, ndërsa unë kam ruajtur duan time si ndërmjetësim, shefat, për umetin tim në ditën e gjykimit, dhe ajo do t'i arrijë me lejen e Allahut të gjithë ata që vdesin nga umeti im, pa i bërë atij asnjë shok, shirk. Për të kuptuar peshën e këtij vendimi, duhet të kuptojmë se kush jemi ne për të. Ne jemi ata që ai quajti vëllezërit e mi. Një ditë, teksa ishte me shokët e tij, profeti alayhis salam tha: "Ah, sa mall kam për të parë vëllezërit e mi." Sahabët e habitur pyetën: "A nuk jemi ne vëllezërit e tuaj dërguari i Allahut?" Ai u përgjigj: "Ju jeni shokët e mi. Vëllezërit e mi janë ata që do të vinë pas meje, do të më besojnë dhe nuk më kanë parë kurrë." Dashuria e tij për ne nuk ishte thjesht një ndjenjë pasive. Ajo ishte një preokupim i vazhdueshëm që ia mundonte shpirtin. Bashkëshortja e tij Aisha radhiyallahu anha tregon se një ditë kur e pa profetin alayhis salam në një gjendje të mirë shpirtërore, i tha: "O i dërguari i Allahut, bëj dua për mua." Ai ngriti duart dhe tha: "O Allah, falja Aishës mëkatet e saj të kaluara dhe të ardhshme, ato që i ka bërë fshehurazi dhe ato haptazi." Aisha u gëzua kaq shumë sa që nga i qeshura uli kokën në prehrin e tij. Atëherë profeti alayhis salam e pyeti: "A të gëzoi duaja ime?" Ajo tha: "Si të mos më gëzoj?" Dhe këtu profeti alayhis salam tha fjalë që duhet përlasin çdo zemër besimtari: "Pasha Allahun, kjo është duaja ime që bëj për umetin tim në çdo namaz." Vëllai i dashur, motër e nderuar, mendoje këtë për një moment. Në çdo namaz, në çdo sejdë, ai nuk harronte veten, nuk harronte familjen e tij, por të kujtonte ty. Ty që jeton në vitin 2026, ty që përballesh me provat e epokës moderne, ty që shpesh harron të dërgosh salavat për të. Ai qante në netët e gjata të Medinës, saqë mjekra e tij ulej e lagur nga lotët, duke thënë vetëm një fjalë: "O Zot, umeti im", derisa Zoti dërgonte Xhebrailin për t'i thënë: "Ne do të kënaqim ty me umetin tënd dhe nuk do të të dëshpërojmë." Pse profeti alayhis salam e ruajti këtë dua pikërisht për ditën e gjykimit? Sepse ai e dinte që në atë ditë njerëzimi do të përballet me tmerrin më të madh të ekzistencës. Atë ditë dielli do të afrohet mbi kokat e njerëzve. Njerëzit do të mbyten në djersët e tyre sipas mëkateve që kanë bërë. Atë ditë egoizmi do të arrijë kulmin. Kurani thotë se njeriu do të ikë nga vëllai i tij, nga nëna e tij, nga babai i tij, nga bashkëshortja dhe fëmijët e tij. Çdo kush do të thotë vetëm një fjalë:
nefsi, nefsi, vetja ime, vetja ime. Në atë gjendje paniku total, njerëzit do të vrapojnë të kërkojnë ndihmë tek profetët e mëdhenj. Do të shkojnë tek Ademi alayhis salam, ai do të thotë: vërtet, Zoti im sot është zemëruar aq shumë, saqë nuk është zemëruar kurrë më parë, e as nuk do të zemërohet kurrë më kështu në të ardhmen. Vetja ime, vetja ime. Do të shkojnë tek Nuhu, Ibrahimi, Musa dhe Isa alayhimus salam, dhe të gjithë, nga frika dhe respektin dhe madhështisë së Allahut, do të refuzojnë të ndërmjetësojnë duke thënë: vetja ime, vetja ime. Kur i gjithë njerëzimi të jetë në dëshpërim të plot, kur të gjitha dyert e shpresës njerëzore të duken të mbyllura, njerëzit do të vinë tek profeti Muhamedi alayhis salam, dhe ai ndryshe nga të gjithë të tjerët nuk do të thotë vetja ime, ai do të ngrihet dhe do të thotë: unë jam për këtë punë, unë jam për këtë punë. Në atë moment, profeti alayhis salam do të shkojë në arshin e Allahut të madhëruar. Ai do të bjerë në sejdë përpara krijuesit të tij. Ai nuk do të ngrihet shpejt. Ai do të qëndrojë aty duke bërë lavdërime dhe falënderime për Allahun, të cilat nuk ja ka mësuar askujt në këtë botë, por që do të inspirohen në zemër në atë sekond. Ai do të qajë dhe do të lutet me atë duan e ruajtur, me dhuratën që nuk e shpenzoi në tokë, dhe atëherë Allahu i madhëruar do t'i drejtohet me fjalët më madhështore të mëshirës: o Muhammed, ngreje kokën tënde, thuaj dhe do të dëgjohesh. Kërko dhe do të jepet, ndërmjetëso dhe ndërmjetësimi yt do të pranohet. Profeti alayhis salam do të ngrej kokën dhe nuk do të kërkojë xhenetin për vete, as pozicione të larta për familjen e tij. Ai do të thotë: o Zoti im, umeti im, o Zoti im, umeti im. Dhe me atë dua të ruajtur, ai do të marrë lejen të nxjerrë nga zjarri i xhehenemit dhe të shpëtojë nga llogaria e rëndë çdo besimtar që ka pasur qoftë edhe një grimc të thjesht besimi në zemrën e tij. Ai do të qëndrojë tek ura e Siratit, ndërsa ne do të kalojmë mbi të me gjunjë që dridhen dhe me duart e tija të ngritura drejt qiellit do të vazhdoj të thotë pareshtur: o Zot, shpëtoj, shpëtoj, o Zot, mundsoju kalimin, derisa edhe besimtari i fundit të hyjë në siguri. O ti besimtar dhe ti besimtare që po e dëgjon këtë video, ky është profeti yt. Ky është njeriu që e shkriu jetën e tij që ty të arrijë drita e Islamit dhe që sakrifikoi duan e tij më të fuqishme që ty të shpëtojë nesër. Ai mendoi për ty kur ti nuk ishe lindur ende. Ai po të pret tek hauzi, burimi i tij në ditën e gjykimit, për të dhënë të pish ujë nga dora e tij, ujë pas të cilit nuk do të kesh më kurrë etje. Pyetja që mbetet sot për secilin prej nesh është: po ne, çfarë kemi ruajtur për të? Sa vend za ai në jetën tonë? Apo i ndjekim rrugën e tij, apo jemi dhënë pas trendeve të kësaj bote të përkohshme? Nuk ka kuptim që ai të qajë për ne në sejdë, dhe ne të mos e bëjmë qoftë edhe një sejdë të vetme të sinqertë për krijuesin. Nuk ka kuptim që ai të ruaj duan për ne, dhe ne të harrojmë të dërgojmë salavat për të gjatë ditëve tona. Sot në këtë moment, bëj një premtim në zemrën tënde. Ringjalle sunetin e tij në jetën tënde, në shtëpinë tënde, në sjelljen tënde me njerëzit. Dhe sa herë që të përmendet emri i tij, thoni me gjithë shpirt: o Allah, bekoje Muhamedin dhe familjen e Muhamedit. Lidhu me atë rrugë që nesër, kur të gjithë të tjerët të kthejnë shpinën, të jesh në hijen e duas së tij të shenjtë, duke dëgjuar zërin e tij të ngrohtë që të thotë: eja tek unë o vëlla im, eja tek unë o motra ime, sepse sot unë jam këtu për ty. Vërtet, Allahu dhe engjëjt e tij bëjnë salavat për profetin. O ju që keni besuar, bëni salavat për të dhe përshëndeteni me selam. Sure El Ahzab 56.